Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, po ju pëlqeu ky video, bëni një subscribe. Sot është e shtunë. Jemi në Tetov, data është 28, muaji është i 3, viti 2026, vit që po e shkelim dhe po e lëm pas. Ka dalur sot, gjatë ditës së sotme, një video deklarat e ish kryetarit të PPD, zotit Abdulhadi Veseli, dhe ish deputet në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, lidhur me përdorimin dhe drejtshkrimin e gjuhës shqipe dhe përdorimin nga pushtetarët e gjuhës shqipe. Okej, çdo gjë është në rregull, por befasia më e madhe ka qenë se kur ka paralajmëruar dhe ka treguar se ministrja aktuale e arsimit në Republikën e Maqedonisë, Vesna Janevska, flet shqip. Ta dëgjoj. Jo për Maqedoni, gjuha zyrtare, përveç Maqedonisë, është edhe gjuha shqipe, dhe ti je i detyruar si i social ti je ministër, nuk je qytetar i thjesht. Ti patjetër nëse gazetari shqiptar pritet shqip, ti duhet gjesh mënyra për t'ja nëse nuk dush klasi shqip, edhe pse ajo di shqipen mirë. Unë kam pas kolege 4 vite në parlament, ka qenë deputete bashkë me mua, po ne në të Ministri i Arsimit është. Ministri i Arsimit ka qenë deputete me mua në periudhën 2006-2008. Ishte përfaqësuese e Mamaro, Partia Popullore Narodit në qeveria si qytetar i ajo në atë kohë bëhet e kryetare së partie pas një periudhe, dhe unë e njoh mirë. Unë e njoh mirë 4 vite kemi qenë me një afër, në pesa e parë unë pas ka qenë, në ashtu kariket ka qenë rreshtat të rregulluar, dhe unë e njoh mirë. Dhe nuk guxon mos i përgjigjet gazetarët. Nuk guxon mos e marrë vesh. Unë e kam të drejtën time që t'ja gjuhë shqipe. Edhe në institucion kur shkoj, unë shkruaj gjuhë shqipe, ti je patjetër si institucion ta përkthesh. Si do përkthesh? A do marrësh përkthes? A do përkthesh vetë? Ajo është çështje tjetër. Ajo është çështje që rregullohet brenda për brenda. Po pra dëgjohet ministresha aktuale flet shqip. Gjëja e dytë e cila sot ka argëtuar tetovarët, nuk merrem me shkupjanët sepse ata janë botë tjetër. Bile ata lavdrojnë tash kush e ka një mik apo një vlla politikan bërësit aktual në Shkup të VMRO-DPM-ja. Dhe bëjnë luftë kush e njeh më mirë, Mickon apo kush e njeh Tashevskin apo kush e njeh të tjerët. Pra, dhe prej kur e njohin, kjo është shumë interesante. Ka dalur sot sondazhi lidhur me atë se kush është më i besueshëm ndër liderët partia, kush parti politike, kush. Okej. Befasia më e madhe është Ali Ahmeti, i cili në sondazhe cilëve lider politik u besoni më shumë, Ali Ahmeti ka marrë më tepër të themi kështu vota, por vota përqindje, 5.6%. Ndërsa të dy liderët e Vlenit bashkarisht kanë marrë 5.9, që i bie se Ali Ahmeti më i fortë se sa të di. Izzet Mexhiti me 3.9, Bila Kasami me 2.0. Dhe unë jo dini se mbahemi mençur, du të jap një mendimin tim lidhur me sondazhet. Asnjëherë nuk u kam besuar. Nga viti 1992 e këndej. Sondazhet në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë bërë si njoftimet e qeverisë. Lexohen, qeshen dhe harohen. Sepse askush serioz nuk e beson më. Janë kthyer në mjet propagande, dje për Zoran Zaevin dhe Ali Ahmetin, sot për Kristian Miskosin dhe Vlenin. Ndryshon vetëm klienti, a skenari është i njëjtë. Por edhe kur janë të rregulluara këto sondazhe nxjerrin në pa një realitet brutal që nuk mund të maskohet. Liderët e Vlenit po dështojnë keq në perceptim publik. Izzet Mexhiti me 3.9%, Bilal Kasami me 2.0%. To nuk janë thjesht shifra të ulta, janë alarm politik, janë treguesi një boshllëku të thellë leadershipi. Si është e mundur që jeni pushtet dhe mezi ekziston në sondazhe? O Izzet, Bilal, sepse pushteti i tyre është shumë formal se sa real. Janë e karike, por jo në mendjen e qytetarëve. E vërteta është e thjeshtë dhe hidhur. Vlen nuk ka as vizion, as narrativ, as peshë politike, ka vetëm poste. Në vend që të imponohen si alternative formë dhe budisë, ata duken si një eksperiment i përkohshëm, pa identitet dhe pa drejtim. Dhe kur politika bëhet pa identitet, elektorati nuk fal të fshin. Ndërkohë, ironia është therrë se Ali Ahmeti në opozitë del më fort se këta që janë në pushtet. Pse? Sepse ai ka diçka që Vlen nuk e ka.
ka bazë të konsoliduar dhe kontroll të narrativës. Mund ta kritikosh sa duash, por nuk mund ta injorosh. Vlen sot po përballet me një problem themelor, nuk po I beson askush, as qytetari I zakonshëm, as votuesi I lëkundur. Dhe kur humbet besimin, pushteti bëhet vetëm një fasadë që prishet me erën e parë politike. Këto përqindje nuk janë rastësi, janë pasqyrë e një dështimi që po rritet çdo ditë. Nëse vazhdon kështu, nuk do të jetë çudi që shumë shpejt këta liderë të mos maten më as me sondazhe, sepse do bëhen politikisht irrelevant. Ta zonë, si për shembull që nuk u maten në sondazhe as pak. Afrim Gashi e kështu me radhë. Pra, këto besime dhe përqindje nuk janë rastësi, janë pasqyrë e një dështimi që po rritet çdo ditë. Në fund, mesazhi është I qartë. Propaganda mund të blejë tituj, por nuk të blen respekt. Dhe për momentin vlet nuk e ka asnjëri. Pra, sondazhet në RMV, jo matje e opinionit, por faturë paguar nga pushtetit të popullit. Dje pra, u thash edhe në fillim ishin për Zoran Zaevi, sot për Kristian Miskovski nga bloku I vëllezërve Krushevska Republikës. E njëjta lojë, vetëm aktorë ndryshojnë. Cili është fakti brutal të shqiptarët? Pra, unë I quaj dështim në përqindje, nuk janë përqindje. Fakt brutal, Izet Mexhiti pas ka marrë 3.9, Abilat Kasami 2.0. Je në pushtet dhe mezi të njohin qytetarët. Kjo nuk është krizë imazhi, është mungesë ekzistence politike. Pra, edhe njerë po e përsërisim, vlen ka poste, por nuk ka pesh, ka funksione, por nuk ka besim. Dhe ironia thash edhe më herët që dhem. Ali Ahmeti në pozitë, dhe më I fortë se këta në pushtet. Dhe pse ai për 22 vite nuk ishte lule që I vjen era. Kjo nuk është fitore e tij, është turp për këta që janë në pushtet. Kur nuk ke narrativ këtë hanë realiteti, kur nuk ke rezultate të fundos votuesi, kur nuk ke besim në pushteti, nuk është ai që mendon është vetëm dekor. Si përfundim vlen sot duket si qeveri në letra, por opozit në mendjen e qytetarëve. Dhe kjo është goditja më e rëndë që mund të marrë një pushtet. Dhe do bëm tash pak më I mençur. Sepse bëhet një fjalë për politikë madhore, ne jemi të gjithë të vegjël, me 4 veta dënashtinë dhe e kështu me radhë. Miftinia në Tetov ende nuk e bëhe qartë të asqyroj popullatës pse ka rritje të hakut të Hoxhës dhe pse janë shtuar rritjet e argjimit të varrimit. Ende nuk ka dalë me deklaratë. Popullata vlon, e pastaj nuk I durojnë. Por nuk do I duroni se nuk sqaroheni. RMV, pra Republika Maqedonisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do zhvillojnë një dialog strategjik në Washington më 7 prill. Pra, Maqedonia dhe Shtetet e Bashkuara do ulen, ka njoftuar ministri I punës jashtme dhe tregtisë së jashtme Tim Shamususki. Ai tha se delegacioni maqedonas do të udhëheqë personalisht dhe do të përfshi edhe ministrin e mbrojtjes të transformimit digjitale dhe të energjisë. Asnjë shqiptar. Njoftimi vjen në mes të kontakteve të shtuara midis Shkupit dhe Washington. Në Shkup shtëpia e Bardhë njoftohej se Shtetet e Bashkuara dhe Maqedonia kishin arritur një marrëveshje kornizë për tregtinë reciproke të drejtë dhe të balancuar, duke thënë se kjo do të fillojë marrëdhënie ekonomike dhe partneritet strategjik midis ne. Por nuk thuhet ajo që si zakonisht heshtet. Tu ka edhe problem politik. Një për probleme më të mëdha është edhe korridori 8. E hesht Maqedonia, por nuk heshin ndërkombëtarët. Dhe dëshojmë se të kalojnë sepse edhe me 22 prill në Maqedoni është Bashkimi Evropian. Mu për këto probleme, edhe për problemin e korridorit 8. Dhe jemi gati në fund të muajit prill, nesër është 29 mars, ndryshon ora. Akrepat pra do zhvendosen 60 minuta përpara. Nëse tash është ora është 10, do thonë prej nesër në këtë kohë është ora 9. Nuk është okay, por unë vazhdoj më tej. Dhe nuk mund në këto paraqitjet e mia, video paraqitjet, të mos e lë Tetovën. Më dhem për Tetovën, u dhem tetovarëve. Dhe ky kryetari I Tetovës 1001 trika salta mortale bën njerë për ujin, e nxjerr, s'ka lënë medium pa nxjerr drejtorën e ujit. Ai njerë duhet skuqet drejtori I ujit se ka arritur situata që t'ja shesin ndërmarrjen apo të japin me koncesión. Njësoj thonë të varët. Ai dha me koncesión, o shite është njësoj. Do të thonë nuk ka menaxhim. Dhe njëjtën gjë sipas një modeli, sipas një modeli të Somer, kriza në NPK Tetovën.
parqet dhe gjelbrimet. O, çfarë vende kanë ato, o, Bilal, çfarë zgradash bëhen atë. E di Bilal pse qeshëm unë, kur është punë e zgradave. Ja, kate nuk merr, ja. Bilal Kasami po përgatit skenarin radhës sipas modelit sa më herë. Kriza në NPK-t e tova nuk është thjesht problem financiar, është dështimi i menaxhimit. Dhe sinjali rrezikshëm për atë që mund të vëmë pas. Merrni në mend, 27 muaj, gati 2 vjet punëtorët nuk i kanë të paguar, nuk i kanë të paguara, pra ajo që quhet shërbime shëndetësore dhe pensionale. Kjo a ka më keq pra? As sigurim, as gjë. Dhe ka dalër sot, pak më vonë për në fillim të dëgjojmë se çfarë thot njëri prej sindikatës, më duket. Të punësuarit e NPK të tova kanë 27 muaj pas sigurim shëndetësor pensional dhe 2 rroga të papaguara atë të janarit dhe shkurtit. Kjo ka ardhur pasi më 18 mars u bllokua llogaria e ndërmarrjes nga ana e drejtorisë për të ardhura publike. Po me kontributet është puna pak e ngarkuar, janë akumuluar vitet të papaguara të kontributeve, mirë po jemi në rrjedha, do të thonë, me një potencial më të madh për të realizuar, jemi në kontakt me drejtorin bashkë me kryetarin e komunës, ku në kam premtuar se së shpejti do rregullohet pagesa. Me rroga në altë poshtë nuk jemi keq, domethënë kemi të pamarrë rrogën e janarit të shkurtit, ku u përgatitshim ta marrim edhe rrogën e janarit, mirë po para festës na bllokuan llogari, ku edhe ngecëm me rrogën e janarit. Kryetari i Tetovës Bilal Kasami, i cili e ka marrë si obligim të paguajë kontributet e ndërmarrjes komunale në ndërmarrje ti është si obligim. Tetova, thotë se për të paguar ato duhet të sigurohet një shumë e madhe financiare. Pra është një obligim shumë i lartë financiar që kalon diku të 20 milion denar për kontributet e ndërmarrjes komunale, që i bie se komuna do duhet të sigurojë të ardhurë të jashtëzakonshme në këtë fond, dhe jemi duke punuar që në momentin e parë që do të sigurohen të ardhura të bëhet pagesa e kontributeve. Ajo që është fokusi jonë për momentin është që edhe këta punëtorë të ndërmarrjes komunale të marrin rroga në kohë. Deri tash, do thonë, i kanë marrë rrogat në kohë. Në kohën kur Po pra, edhe një dështim. Bilal Kasami nuk le të premte pa më shkuar në xhami. Okej. Besimi fetar është një prej trashëgimive. Por ka një ajet kuranor që thot, ende pa ju tharë djersa, punëtori duhet të merë rrogën. Bilal, hiqu pak, mos i bjerë shumë firmës ujit së më herit. Pra, edhe këtë, veni në rendite, si shivunit të tjerat, dhe pse jo, di çfarë ndërtesë, çfarë zgrade bëhet aty ku janë këta. Mendjet le. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tepër. Kot është. Kot. Çdo gjë është e kot. Dhe deklarata e Bilal Kasamit se punohet për zgjidhje dhe se duhen të ardhurat të jashtëzakonshme, të ngëlloj si justifikim klasik për mungesë përgjegjësie. Borxhet për kontribute nuk kanë krijuar Bilal brenda natës. 6 vite janë pushtet, ato janë toleruar, janë shtyrë dhe janë neglizhuar. Tani faturën po e paguajnë punëtorët e shkret. Akoma më kontradiktore është deklarata se pagat po jepen në kohë, ndërkohë që vetë punëtorët konfirmojnë se nuk i kanë marrë rrogat e janarit dhe shkurtit. Çfarë kohë është kjo? Kjo krijon një hendek të qartë mes realitetit në terren dhe narrativës zyrtare. Por problemi më i madh është drejtimi ku po shkon kjo situatë, ku një ndërmarrje publike lihet të degratojë financiarisht, hapet rruga për një skenar të njohur, shpallje pa aftësisë dhe pas dënia me koncesione shërbime publike. Tetova e ka parë këtë film me turinat. Tani me këtë logjik nuk ka para, rrezikun është që nesër të vihet në tavolinë edhe ujë. Kjo nuk është reformë, është dorëzim i heshtur i sektorëve jetik. Në vend të justifikimeve qytetarët dhe punëtorët kanë nevojë për përgjigje konkrete. Ku kanë shkuar kontributet për vite me radhë? Kush mban përgjegjësi për bllokimin e llogarisë? Punëtori mirë tha, është bllokuar që llogaria në janar. Po deri në janar, pse nuk u paguajtë 28 muaj?
Dhe pse zgjidhja për kontributet shëndetësore si dhe për pensionale 28 muaj, pse nuk u paguajt? Dhe pse zgjidhja po kërkohet gjithmonë te paratë që mungojnë e te përgjegjësia që mungon? Nëse kjo mënyrë qeverisje vazhdon, atëherë nuk është më pritje nëse do ketë koncesion të re, por kur dhe çfarë do të jetë radha tjetër. Bilal, unë kisha thënë fund kur vije ep edhe komunën me koncesion dhe çao gjaci ika. Kjo është vërtet humori më i keq anglisht që po bëhet në Tetov. Ka shumë çka, por unë ndalem vetëm edhe një gjë tjetër sepse interesant. Prokuroria Speciale e Kosovës ka deklaruar se ekspozita masakrën në Kosovë në 1998-1999 do t'i nështrohet vlerësimit për të përcaktuar nëse përmbahen elemente penale. Ekspozit e Shkëlzen Gashit. Dhe a dini çka? Ishte ai në Tetov. Dhe njeriu i përjetshëm në Universitetit Ish Pelivani i dha elogje librit të tij. Dhe tash na doli se në një komunikat për media, dëgjoni çfarë thotë. Prokuroria ka thënë se departamenti i tyre për hetimin e krimit të luftës është duke përcjellë me vëmendje informacione publikuara lidhur me ekspozitën masakrat në Kosovë, 1998-1999, e cila ishte vendosur në sheshin Nëna Terezë në Prishtinë. Ekspozita e quajtur sikurse libri Masakrat në Kosovë, autor Shkëlzen Gashin, ish këshilltari i kryeministit të Kosovës Albin Kurti, ekspozuar në sheshin Nëna Terezë në Prishtinë, ushqua për mungesë faktesh, keqë interpretime dhe shtyrje të narrative serbe për luftën e Kosovës. Komuna e Prishtinës revokoi lejen për ekspozit, teksa sot më 28 mars kompania publike pastrimi i largoi materialet nga sheshi e kryetari i komunës së Prishtinës për parim Rama i bëri thirrje Kuvendit të Kosovës që si sponsori kësaj ekspozite të japë përgjegjësi politike dhe institucionale. I ndodhur në kritika për falsifikim të së vërtetës dhe fshehje të krimeve serbe. Shkëlzen Gashi ka përsëritur sot se përshkrimi i masakrës në burgun e Dubravës mbështet në të dhënat e Fondit për të drejtat humanitare, duke insistuar në kategorizimin e një pjese të viktimave si të armatosur, ani pse këta të fundit e përgënjeshtruan. Dhe është shumë interesante. Libri i Gashit, Masakrat në Kosovë 1998, i udhëruan elogje vitin e kaluar nga ish rektori i Universitetit të Tetovës Vullnet Ahmeti dhe UT-ja kishin organizuar promovimin e librit të Tetovë, ndërsa ishte theksuar se masakrat në Kosovë nuk është një botim që jep konture, por përmbajtje dokumente dhe fakt i vërtetësisë. E po ashtu është, sepse ka një shprehje këtu në Tetovë thënë, kur mos u bën më i mençur se Telalli. Okej. Dhe në fund unë jam dhe isha Mesut Shabani, do t'jem Mesut Shabani, ishtë në podcastin Mesut Shabani. Po, pëlqeu, bëni një subscribe.